Është ajeti tjetër, të gjithë njerëzisë, me besimtarë, me besimtarë musliman, me ahli kitab. Walau annahum aqamu at-Taurat, sikur që ata të vepronin sipas Teurat, qëllimi e ka të jehudit. Sikur që jehudit të veprojnë sipas Teuratit, a me vepru jehudit sipas Teuratit, jehudit duhet të zhdukin qatë shtet qatë pjell që i quajnë Izrael. Se atine Allah gjithë në Teurat ju thot, në Teurat ju thot bukfalisht, kur do t'ja u marr unë e pushtetin, edhe nuk t'ja u marr, pse nuk ju du. Për kundra, do t'ja u marr se ju du, se dhe e shoqin nuk veproni sipas Teuratit. Atër bare, nuk veproni sipas Teuratit, atër pushtetit va marr, se bëni zullum shumë. Me pushtetin që keni, bëni zullum shumë. E kur t'ja u marr unë e pushtetin, bukfalisht që kështu thot Teurati. E kur t'ja u marr unë e pushtetin, atër mos mundohuni me të fort ta ktheni pushtetin. Kini shtet. Së mundohuni me të fort. Zoti ka urdhënuar, s'ki e shtet ose s'puna. Shpërndahuni në përbot, shpërndahuni në përbot, jetoni me njerëzit, shoqëroni njerëzit, tregojani njerëzit rrugën e drejtë, dhe kjo është qëndimi i Tevratit. Thot sepse nëse ju mundoheni ta ktheni pushtetin tuaj përsëri, tek atëherë do të jetë hidhrimi im ndaj juve. Tek atëherë do të hidhrohen. Edhe në sura Fatiha e kje gairil maghdubi alehim wala dallin, maghdubi alehim jo në rrugën atyre që kanë merituar hidhrimin tonë, hidhrimin e kanë merituar jehudit, pse kanë bërë shtet tjetër. E thonë walau annahum, sikur që ata e kamu Teurat, të veprojnë sipas Teuratit, Teurati ju ka thënë shpërndohen nëpër tokë, jetojni me njerëzit, përhapni fejen, tregojeni rrugën e drejtë e njerëzve se ja jehudit kanë pas pejgamber, ja kush tjetër, do ta tregojnë të vërtetën, jo të rrejnë edhe të gënjejnë,